Vetëm pak orë para prajmit të së shtunës, kurioziteti se kush do të largohet në këtë pikë të lojës, mes Gertës, Gjestit, Kellit, Mikit, Olës, Viserlës, Valbonës dhe Laertit, është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe përqindjen më të lartë për t'u larguar e ka Viserlo me 42% të votave, e ndjekur nga Miki me 18%, më pas Ola me 15%, Laerti dhe Valbona si konkurrenti vetëm me 10%, të ndjekur nga Kelli me 8%, Gerta me 7% të votave për të larguar dhe në fund Gjesti me 0%. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por pavarësisht këtyre rezultateve, edhe pse Viserlo ka më tepër vota për t'u larguar, ajo që do të largohet sot është Miki, sepse është produksioni ai që vendos, dhe Miki është shumë pasive në shtëpi. Kujtojmë se këta banorë shkuan në televotim nga nominimet që vetë banorët bën për njëri tjetrin, përveç Gertës që është në nominim të përhershëm, e Gjestit i cili u dënua nga vëllai i madh.